Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Bordi i Transparencës ka bërë këtë të shtunë një tjetër ndërhyrje në tregun e karburanteve, vendi i zbret çmimet e naftës poshtë nivelit të 200 lekëve për litër. Çmimi i shitjes me pakici nën produktit benzin të jetë jo më shumë se 172 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 160 lekë për litër. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot datë 18 ora 10:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Tërheqin vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe konkurrencën e ndershme në treg. Referuar aktit normativ të datës 3 prill 2026, ku është parashikuar se në rast të çmimit shitjes me pakicë për gazol është më lart se 220 lekë për litër apo i benzinës më lart se 200 lekë për litër, zbatohet niveli 80% i akcizës dhe bazuar në zbatimin e metodologjisë për llogaritjen e çmimeve tavan, niveli i akcizës do të zbatohet i plot në 100%. Ndërkohë, Kryeministri Edi Rama ka qenë këtë fundjavë në Barcelonë, ku ka marrë pjesë në samitin e 4 ndërkombëtar në mbrojtje të demokracisë me ftesë të homologut Pedro Sanchez. Gjatë qëndrimit atij, Rama pati takime me Sanchez dhe presidentin e Këshillit të Evropës, Antonio Costa. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Barcelonë, ku po merr pjesë në mbledhjen e 4 të samitit në mbrojtje të demokracisë, një aktivitet ndërkombëtar i nivelit të lartë i organizuar me iniciativë të kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez. Samiti mbledh lider politik dhe përfaqësues institucionesh nga Europa dhe Amerika Latine, me fokus forcimin e institucioneve demokratike dhe adresimin e sfidave që lidhen me funksionimin e demokracisë në nivel global. Diskutimet përqendrohen konkretisht në luftën kundër dezinformimit, qeverisjen e epokën digjitale, si dhe rolin e bashkëpunimit ndërkombëtar në mbrojtjen e rendit demokratik. Gjatë qëndrimit në Spanjë, kryeministri shqiptar po zhvillon takime bilaterale me homologun e tij Pedro Sanchez, si dhe me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Në fokus të këtyre takimeve janë marrëdhënie dypalshe dhe mbështetja për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ky samit zhvillohet në një moment kur vendet perëndimore po përballen me sfida të shumta ndaj demokracisë, përfshirë rritjen e polarizimit politik dhe ndikimin e teknologjisë në proceset zgjedhore, duke e kthyer këtë forum në një hapësirë të rëndësishme për koordinim politik dhe institucional. Shqipërisë po përgatitet për zbatimin e sistemit të pagesave të shpejta përmes lidhjes me TIPS, i cili pritet që të bëhet funksional në fund të 2026 ose në fillim të vitit 2027 dhe do të lejojë pagesa të menjëhershme me QR kod pa kartë apo POS. Në kuadër të modernizimit dhe zbatimit të sistemit të pagesave të shpejta Instant Payment, Banka e Shqipërisë po përparon në përmbushjen e kërkesave teknike për lidhjen me TIPS, kloni Bankës së Italisë, ndërsa sektori bankar ka shprehur gatishmëri të lartë për të përfshirë në këtë sistem dhe procesi pritet të zhvillohet në mënyrë graduale. Në një tryez të rrumbullakët rajonale me Banka Qendrore të Ballkanit Perëndimor dhe Bankën e Italisë, guvernatori Seiko theksoi gjithashtu rëndësinë e zhvillimit të shërbimeve mbështetëse dhe nevojën për bashkëpunim të ngushtë rajonal, me qëllim përfitimin maksimal nga pagesat e menjëhershme dhe rritjen e ndërveprueshmërisë. Zbatimi i sistemit të pagesave të shpejta, Instant Payment, pritet të jetë funksional në Shqipëri në fund të vitit 2026 ose në fillim të 2027. Në momentin që një individ dëshiron të blejë një produkt, biznesi do të ofrojë një kod QR që qytetari mund ta skanojë nëpërmjet telefonit të tij dhe të kryejë menjëherë pagesën, pa që nevojë që të nxjerrë kartën dhe pa përdorur një terminal POS. Instant Payment pritet të rrisë përfshirjen financiare, të ulë përdorimin e paras fizike, por edhe kostën e transaksioneve për biznesin dhe konsumatorët. Ky sistem nisi si një projekt pilot në fillim të 2024 në 3 qytete, Tiranë, Dibër dhe Përmet, ku 300 individë realizuan pagesa përmes aplikacioneve të ofruara nga banka dhe institucionet e paras elektronike në bizneset e vogla dhe të mesme për një periudhë 4 mujore pranë zonave ku banojnë. Duke nisur nga data 16 prill deri në 19 prill, një delegacion nga Shqipëria, kryesuar nga guvernatori Genseiko, po merr pjesë në mbledhjet e pranverës të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ku diskutohen zhvillimet kryesore të ekonomisë. Guvernatori Seiko është takuar gjithashtu me drejtorin ekzekutiv të Bankës Botërore dhe të FMN-s për Shqipërinë,
ku i ka paraqitur zhvillimet dhe sfidat më të fundit të ekonomisë shqiptare. Banka e Shqipërisë pozicionon gjithashtu të nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Bankën Qendrore të San Marinos në fushën e mbikëqyrjes financiare me qëllim përforcimin e standardeve të mbikëqyrjes dhe stabilitetit financiar në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Instat, indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit që mat rritjen e çmimeve sipas metodës Eurostat për muajin mars të këtij viti u rrit në 2.6%. Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit që mat rritjen e çmimeve sipas metodologjisë së Agjencisë Europiane të Statistikave në muajin mars të këtij viti regjistrohet në 2.6%. Nga ana tjetër, inflacioni sipas Instat për të njëjtën periudhë fiksohet por në të njëjtën normë. Të dhënat zyrtare tregojnë se inflacioni mesatar në Europë llogaritet në 2.8% dhe Shqipëria shihet e pozicionuar poshtë këtij kufiri për muajin e tretë të vitit, që do thotë se aktualisht çmimet në vendin tonë janë më të lira se mesatari europiane. Ndërkohë, nga ana tjetër, vendet me normën më të lartë të çmimeve në Europë për gjatë marsit të këtij viti janë Rumania me 9%, Kosova me 6.5%, Islanda me 5% dhe Maqedonia e Veriut me 4.9%. Nëse analizojmë rritjen e çmimeve sipas vendeve të rajonit, shifrat tregojnë se Shqipëria pozicionohet relativisht mirë krahasuar me disa nga fqinjet në rajon, përfshirë edhe Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, por nga ana tjetër vendi ynë ka një inflacion më të lartë se disa vende si Holanda, Franca dhe Italia. Sipas shifrave, inflacioni në muajin mars shfaqet më i lartë se në muajin shkurt pothuaj në të gjitha vendet, kjo për shkak të situatës në lindjen e mesme. Ndërkohë, nëse flasim për ndryshimin vjetor të grupeve, shohim se rritja më e madhe e çmimeve u regjistrua në grupin argëtim, sport dhe kulturë me 6.4%, pasuar nga grupet sigurime dhe shërbime financiare me 3.6%. Në mars të vitit 2026, çmimet e konsumit u rritën me 0.9% krahasuar me muajin e mëparshëm. Rritja mujore u ndikua kryesisht nga rritja e çmimeve të grupit transporti për shkak të rritjes së çmimit të naftës, pasuar nga grupi restorante dhe shërbime akomodimi. Për gjatë muajit mars të këtij viti, eksportet shqiptare drejt vendeve të Bashkimit Evropian kanë rënë të ndikuara kryesisht nga tkurja e shitjeve drejt Italisë dhe Spanjës, ndërsa u rritën ndjeshëm drejt Greqisë, Gjermanisë dhe vendeve të rajonit. Eksportet shqiptare drejt vendeve të Bashkimit Evropian shënuan rënje në muajin mars, ndërsa rritje të ndjeshme u regjistruan drejt disa tregjeve rajonale dhe partnerëve jashtë Bashkimit Evropian, duke reflektuar ndryshime në orientimin e tregtisë së jashtme. Sipas të dhënave zyrtare, eksportet drejt vendeve të Bashkimit Evropian ranë me 4.7%, duke arritur në 22.7 miliard lekë, nga 23.8 miliard lekë një vit më parë. Rënja është ndikuar kryesisht nga tkurja e eksporteve drejt Italisë, partnerit kryesor tregtar, ku eksportet ranë me 7%, si dhe nga rënja e fortë drejt Spanjës me 74.3%, duke reflektuar dobësimin e kërkesës në disa tregje kyçe europiane. Në të kundërt, eksportet shqiptare shënuan rritje të ndjeshme drejt disa vendeve të tjera europiane dhe rajonale. Eksportet drejt Greqisë u rritën me 38.3%, ndërsa rritje të fortë shënuan edhe drejt Kroacisë me 80.1%, Gjermanisë me 9.4%, si dhe drejt vendeve të rajonit si Kosova me 7.2% dhe Maqedonia e Veriut me 92.6%, duke treguar një zgjerim gradual të tregjeve alternative. Nga ana tjetër, importet kanë shënuar rritje të fortë në disa tregje jashtë Bashkimit Evropian. Importet nga Kina u rritën me 33.3% duke arritur në 11.4 miliard lekë, duke konfirmuar rolin e saj në rritje si një nga furnizuesit kryesorë të ekonomisë shqiptare. Rritja u regjistrua gjithashtu nga Kosova me 16.1%, ndërsa importet nga grupi i vendeve të tjera u zgjeruan me 37.8%, duke reflektuar një diversifikim të burimeve të furnizimit. Në të kundërt, disa partnerë tradicional shënuan rënje në importe. Importet nga Italia ranë me 6%, ndërsa rënja u regjistrua edhe nga Turqia me 9.7% dhe nga Shtetet e Bashkuara me 45.1%, duke treguar ndryshime në strukturën e furnizimit dhe orientimin e tregtisë. Në tërësi të dhënat sipas vendeve partnere tregojnë se tregtia shqiptare vijon të mbështetet në vendet e Bashkimit Evropian, por njëkohësisht po vihet re një zhvendosje graduale drejt tregjeve rajonale dhe partnerëve jashtë BE-s, veçanërisht Kinës, duke reflektuar një proces të ngadalshëm diversifikimi të shkëmbimeve tregtare. Skema e sigurimit të makinave bonus malus ka ulur primin mesatar të sigurimit duke shpërblyer në këtë mënyrë shoferët pa aksidente dhe duke penalizuar ata me histori dëmësh, ndërsa sipas dhënave të publikuara së fundmi nga AMF, të ardhurat totale nga primet janë rritur.
Ndikimi i skemës së re të sigurimit të makinave bonus malus, e cila nisi të zbatohej vitin e kaluar, ka filluar të ndihet prej të gjithë aktorëve të tregut, qytetarët dhe kompanitë e sigurimit. Sipas skemës së re, çmimi i siguracionit do të përcaktohej mbi bazën e 7 faktorëve të riskut: historiku të aksidenteve, fuqisë motorike, moshës së shoferit, eksperiencës në drejtimin e makinës, vjetërsisë dhe qarkut të regjistrimit të mjetit, si dhe nëse makina është në pronësi të një individi apo biznesi. Të gjitha aksidentet e shkaktuara nga shoferët para vitit 2025 nuk do të merren përbazë nëpër llogaritjen e primit, por vetëm aksidentet e shkaktuara nga 2025-a në vijim. Të dhënat më të freskëta nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se pavarësisht që primet nga sigurimi i detyrueshëm i makinave me MTPL të brendshme janë rritur me 7%, primi mesatar është ulur me 2.5%. Sipas AMF-s, kjo ulje vlerësohet të jetë kryesisht rezultati i fillimit të zbatimit të faktorit të riskut, historiku i dëmëve. Rënja e primit mesatar nënkupton se bonus malusi i skemës së re të sigurimit të makinave ka filluar të shfaqet. Shoferët e mirë, pra ata që nuk kanë shkaktuar aksidente në 2025-ën, po shpërblehen duke paguar më pak, ndërsa shoferët e këqij, pra ata që kanë kryer aksidente gjatë vitit të kaluar, po ndëshkohen duke paguar më shumë. Sigurimi i detyrueshëm vijon të zërë mbi gjysmën e totalit të primeve të kompanive të sigurimit, ndërsa kontribut në rritjen e sigurimeve vullnetare dhanë klasat e përgjegjësive dhe ato të lidhura me sektorin detar. Nga ana tjetër, primet e sigurimit të jetës u rritën po ashtu me 6%, kryesisht fal produktit të sigurimit të jetës së debitorit, kur vendoset kush nga banka që kredimarrësi të sigurojë jetën. Lidhur me pagesat e dëmëve, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare thekson se kompanitë e sigurimit kanë paguar kryesisht për dëmet e shkaktuara nga zjarri, forcat e natyrës dhe të tjera në pronë. Fasada e Muzeut Historik Kombëtar është restauruar plotësisht duke hapur rrugën në këtë mënyrë fazave të reja të rikonstruksionit dhe konceptimit brenda institucionit. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Turizmit dhe Kulturës Blendi Goxha. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Goxha, ka publikuar në Facebook një video ku tregon përfundimin e restaurimit të plotë të fasadës së Muzeut Historik Kombëtar, duke e cilësuar këtë si një moment të rëndësishëm në procesin e rikonstruksionit të institucionit. Zbulohet fasada e Muzeut Historik Kombëtar pas përfundimit të restaurimit të plotë të saj, duke shënuar një moment të rëndësishëm në procesin kompleks të rikonstruksionit dhe konservimit të këtij monumenti kulture të kategorisë së dytë. Pas përfundimit të restaurimit të mozaikut monumental në kuadër të projektit të parë të programit You for Culture, financuar nga Bashkimi Evropian, tashmë finalizohet edhe ndërhyrja në të gjithë fasadën, duke garantuar ruajtjen e vlerave historike dhe arkitektonike të godinës dhe duke hapur rrugën për vijimin e fazave të mëtejshme të përforcimit struktural, rimuzealizimit dhe rikonceptimit të institucionit, shkruan Goxha. Muzeu Historik Kombëtar, i inauguruar në vitin 1981, është institucioni më i madh muzeor në vend dhe një nga simbolet më përfaqësuese të trashëgimisë kulturore shqiptare. Punimet kanë filluar prej vitit 2024 dhe hapja parashikohet në vitin 2028, ndërsa punimet janë zhvilluar në disa faza, duke nisur me restaurimin e mozaikut monumental Shqipëria, një nga elementët më identifikues të muzeut, për të vijuar më pas me ndërhyrjet në strukturë dhe fasad. Projekti synon jo vetëm ruajtjen e elementeve historik, por edhe përshtatjen e muzeut me standardet bashkëkohore përmes një koncepti të ri ekspozimi dhe funksionimi. Bashkitë në vendin tonë kanë një stok të detyrimeve të prapambetura me rreth 29 milion euro deri në fund të vitit 2025 në krye të listës renditjet bashkie Kavajës dhe Vorës, ndërsa në fund janë bashkitë e Vlorës, Korçës dhe Hasit. 61 bashkitë në vend e kanë mbyllur vitin që lan pas me një stok detyrimesh ndaj bizneseve dhe qytetarëve në vlerën e 2.9 miliard lekëve apo 29 milion euro. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, ajo që vjet re është se ka një rritje shumë të lehtë të stokut në raport me shtatorin 2025, ndërsa në raport me dhjetor 2024, ku stoku ishte 3.2 miliard lek, rënja është me rreth 3 milion euro. Detyrimi vendosur nga qeveria për shlyerjen e stokut, megjithse ka pasur ecuri pozitive në 2 vitet e fundit, sërish ka luhatjet e herpashershme nga një tremujor në tjetrin, edhe pse qëllimi është që stoku i detyrimeve të prapambetura të zerohet totalisht. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se nga totali i detyrimeve të prapambetura ndaj bizneseve dhe qytetarëve, 920 milion lek janë detyrime të papaguara për investime publike.
577 milion lek për shërbime, rreth 313 milion lek vendime të gjykatave dhe 715 milion lek shpenzime të tjera. Referuar listës, vlera e borxheve që kanë bashkitë nuk lidhet domosdoshmërisht me sipërfaqen e tyre apo numrin e popullsisë. Konkretisht në vendin e parë renditet Bashkia Kavaj, e cila rezulton me një vlerë detyrimesh prej 755 milion lek. Më pas renditet Bashkia Pogradec me 220 milion lek borxhe, ndjekur nga Bashkia Vor me 184 milion lek, më pas vjen Bashkia Rogozhin me 140 milion lek dhe Tiranë me 132 milion lek, duke ja lënë radhën Lezhës, Dibrës dhe Dimalit. Ndërsa në fund të listës së bashkive sa i takon vlerës së borxheve, renditen bashkitë Vlorë, Korçë dhe Has. Bashkitë kanë pasur si detyrim që të dorëzojnë pranë Ministrisë së Financave një plan të detajuar për shlyerjen e stokut të detyrimeve dhe t'i përmbahen atij. Autoritetet publike kontraktore këshillohen që të jenë më të kujdesshme në dhënien e kontratave për privatët. Agjencia e Prokurimit Publik ka kërkuar forcimin e verifikimeve paraprake përpara nënshkrimit të kontratave apo marrëveshjeve financiare. Agjencia e Prokurimit Publik ka kërkuar autoriteteve kontraktore që të forcojnë verifikimet paraprake të operatorëve ekonomik përpara nënshkrimit të kontratave apo marrëveshjeve kuadër, me qëllim shmangjen e shkeljeve dhe garantimin e një procesi të rregullt prokurimi. Në një rekomandim zyrtar, APP thekson se institucionet duhet të sigurohen që operatorët ekonomik nuk janë të përjashtuar nga e drejta për të përfituar kontrata publike përpara se të vijojnë në procedurat e nënshkrimit. Sipas dokumentit, legjislacioni në fuqi parashikon se një operator ekonomik mund të përjashtohet nga pjesëmarrja në tender për një periudhë nga 3 muaj deri në 3 vjet, në rast se ka paraqitur dokumente të rreme apo ka dhënë informacion të pasakt për qëllime kualifikimi. Në këto kushte, nëse një operator rezulton i përjashtuar, autoritetet kontraktore nuk duhet të vijojnë me nënshkrimin e kontratës apo të mini kontratave. APP nënvizon se verifikimi duhet të kryhet jo vetëm në fazën e përzgjedhjes së fituesit, por edhe në momentin e nënshkrimit të kontratës. Për këtë qëllim rekomandohet kontrolli i vazhdueshëm i listave të publikuara nga APP për operatorët e përjashtuar. Në dokument theksohet gjithashtu se mos respektimi i këtyre procedurave përbën kundravajtje administrative dhe mund të shoqërohet me masa ndëshkuese sipas ligjit për prokurimin publik. Inspektorati Shtetëror i Punës ka publikuar të dhënat për muajin mars të këtij viti, ku janë inspektuar 925 subjekte dhe mbi 22.000 vende pune në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që nga ana tjetër gjatë këtij muaji janë vendosur 782 masa administrative. Inspektorati i Punës ka publikuar të dhënat mujore për muajin mars të këtij viti, të cilat tregojnë një aktivitet të shtuar të inspektimeve në të gjithë vendin dhe një pranim më të fortë në terren. Sipas raportit zyrtar, gjatë këtij muaji janë inspektuar gjithsej 925 subjekte, ndërsa kontrollet kanë përfshirë 22.162 vende pune në sektor të ndryshëm të ekonomisë, duke synuar evidentimin e shkeljeve dhe garantimin e respektimit të legjislacionit të punës. Autoritetet bëjnë të ditur se përveç inspektimeve të drejtë për drejta, një fokus i rëndësishëm është vendosur edhe te qasja këshilluese ndaj bizneseve. Në këtë kuadër, gjatë muajit mars janë kryer 188 inspektime këshilluese, të cilat synojnë parandalimin e shkeljeve përpara se ato të shndërrohen në masa ndërshkuese, si dhe rritjen e ndërgjegjësimit të punëdhënësve për detyrimet ligjore dhe standardet e sigurisë në punë. Në të njëjtën periudhë, Inspektorati i Punës ka vendosur gjithsej 782 masa administrative ndaj subjekteve që nuk kanë përmbushur detyrimet ligjore. Këto masa lidhen kryesisht me shkelje të kushteve të punës, mungesë dokumentacioni të rregullt, si dhe mos respektim të standardeve të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës. Po ashtu, gjatë muajit mars janë trajtuar edhe 120 ankesa të qytetarëve dhe punëmarrësve, të cilat kanë pasur në fokus marrëdhëniet e punës, kontratat dhe respektimin e të drejtave ligjore në vendin e punës. Inspektorati i Punës thekson se qëllimi kryesor mbetet forcimi i formalizimit të tregut të punës, rritja e sigurisë në vendet e punës dhe garantimi i respektimit të drejtave të punëmarrësve në të gjitha sektorët e ekonomisë. 50 përfaqësues të shteteve dhe organizatave kërkuan vendosjen e kalimit të lirë nëpërmjet ngushticës së Ormuzit, ndërkohë që nga ana tjetër ata u lidhen nëpërmjet një videokonference që u mbajt në Paris si pjesë e një bashkëpunimi që patën drejtuesit e vendeve më të fuqishme të Bashkimit Evropian.
Presidenti i Francës Macron, kryeministri britanik Starmer, kryeministri italisë Meloni dhe kancelari gjerman Merz dolën para mikrofonëve së bashku në Paris. Paraqitja e përbashkët kishte për qëllim të dërgonte një sinjal të unitetit evropian. Megjithëse, Irani sërish kërcënoi me bllokim të ri. Macron e përshëndeti fillimisht njoftimin e Iranit për hapjen e ngushticës së Hormuzit, por theksoi se kjo nuk ishte mjaftueshme. Duke u drejtuar Iranit, por edhe Shteteve të Bashkuara, Macron kërkoi hapje të përhershme të ngushticës. Ky ishte mesazhi i përbashkët i rreth 50 shteteve dhe organizatave që kishin lidhur përmes videokonferencës në Paris. Ne kërkojmë rivendosjen e lëvizjes së lirë si para luftës dhe respektimin e plotës së drejtës ndërkombëtare detare, tha Macron. Sipas të dhënave, rreth 50 përfaqësues të shteteve dhe organizatave morën pjesë në konsultime. Shumica e tyre vinin nga Europa, por në bisedime morën pjesë dhe Kina, India dhe Australia. Palët ndërluftuese, SBA-ja, Izraeli dhe Irani nuk ishin të pranishme. Merz u shpreh impresionuar nga vendosmëria e pjesëmarrësve në konferencë. Të jemi sinqert, më habitit disi se sa e madhe ishte pajtueshmëria në vlerësimin e situatës dhe sa të qarta dhe të njëjta ishin edhe përfundimet. Siç pritej, Macron dhe Starmer njoftuan synimin për të ngritur një mision shumë kombësh për sigurimin e ngushticës së Hormuzit. Operacioni do të nisë sapo rrethana ta lejojnë, tha kryeministri britanik Starmer. Ky do të jetë një mision rreptësisht paqësor dhe mbrojtës për të garantuar lundrimin tregtar dhe për të mbështetur pastrimin e minave. Më shumë se një dyzinë shtete kanë premtuar mbështetje. Në fund të këtij edicioni u kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Ktu kemi përfunduar. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.